Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Berisha të rishet nga bojkoti 2 reformave të rëndësishme pak orë para seancës plenare, ku socialistët kishin paralajmëruar se do të hiqnin Partisë Demokratike barazin dhe të drejtën e vetos në këto komisione. Ktesa e Berishës u duke dhe presion nga brenda grupit të tij parlamentar, por shumica nga 10 deputet i kërkuan që të kthehen në komisionet e reformës, ishin ndër më besnikët e tij. Berisha ha fjalët e veta. Presioni nga 10 deputet Partisë Demokratike për të marrë pjesë në komisionet e reformave e detyruan të zhbëj vendimin e bojkotit. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale, Luciano Boçi, zbuloi se Partia Demokratike ka një vendim të ri për të rikthyer në komisionet e posaçme parlamentare. Ndërkohë që ndrimi i shprehur i Partisë Demokratike, pas diskutimeve në grupin parlamentar, në kryesinë e vogël, është që PD-ja vazhdon do vijoj të jetë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore, në një mbledhje sa më të afërt, të dakordsuar ndërmjet bashkëkryetarëve, dhe do vazhdojmë me agendën e komisionit. Ta njoftoj për gatishmërinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antarëve të këtij komisioni për të bashkëvijuar pikërisht këtë reformë. Si vendimi i ri ka dhe një kushtëri. Boçi paralajmëroi se komisioni duhet përfundoj me një produkt dhe jo me 2. Dhe ne nuk heqim dorë nga qëndrimi ynë, duhet ketë një finalizim, një dalje të vetme dhe kjo dalje duhet jetë konsensuale. Përndryshe pastaj, domethënë, nuk ka përfundim, pas ka qenë një proces i paravendosur. Por si erdhi ky ndryshim 180 gradë i Partisë Demokratike? Në fillim, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla gjatë paraditës dha shenjat e para të rreqjes së ultimatumit të fundit. Unë nuk bëj ultimatume, nuk jam natyra e njerëzve që bëjnë ultimatume, por kam bërë një kërkesë kolegëve deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që të reflektojnë sa i përket detyrimit që kanë për të zbatuar vendimin e Kuvendit Shqipërisë për ngritjen e Komisionit Posaçëm të Reformës Administrative Territoriale. Më pas doktori thiri grupin parlamentar. Aty ku vendimi i tij u vu në diskutim nga plot 10 deputet, shumica antar të 2 komisioneve. Çuditërisht u kundërshtua edhe nga më besnikët e doktorit, Oert Bylykbashi apo Tritan Shehu. Megjithatë, Partia Demokratike ka edhe 24 orë kohë kësaj radhe për të mos ndryshuar më mendje, pasi projekt vendimi i Partisë Socialiste për të ndryshuar formulën e komisionit, duke i hequr opozitës bashkëkryetarin, paritetin dhe veton, ka shkuar në seancën parlamentare të së martës gati për të votuar. Kjo do të varet nga humori i doktorit, që me dëshirën e tij do e bënte reformën në rrugë. Do të prisim derisa të ndryshojë të lajës. Ne kemi ndërprer bashkëpunimin me narkomajorancën, ne krijojmë komisionet e reformës territoriale me forcat opozitare dhe reformës zgjedhore me forcat opozitare. Do bëjmë reformën e vërtet. Shqiptarët janë pro reformës territoriale. 77.1% e të anketuarve në sondazhin e ABC News mendojnë se pjesëmarrja e opozitës do të sjellë një art më të qëndrueshme dhe do të japë procesit më tepër seriozitet. Ky qëndrim është kundër vendimit të Berishës për bojkot, nga i cili ai u tërhoq pas ultimatumit të shumicës. Në një tjetër të dhënë të sondazhit, shumica e demokratëve janë skeptik ndaj foltores së Salianit, por rreth 1/3 e të anketuarve mbështesin atë. Reflektimi në orët e fundit i Sali Berishës pas presionit të deputetëve të vet për të anuluar bojkotin, duket se lidhet me atë që në fakt mendojnë shqiptarët. 77.1% e të anketuarve në sondazhin javor të ABC News mendojnë se pjesëmarrja e opozitës në reformën territoriale do të sjellë një hartë të re më të qëndrueshme. Vetëm 17.6% elektorat demokrat i qëndroi besnik rebelimeve të Berishës për të bojkotuar. Elektorat që kësaj radhe Sali Berisha nuk ketë gjoj. E njëjta dhe për reformën zgjedhore. 70.3% janë pro pjesëmarrjes së opozitës në komision. 19.8% mendojnë se do të ishte fasad e mazhorancës socialiste. Por nëse Partia Socialiste e lëshon pe, vetë socialistëve kjo nuk u shkon poshtë. Dora e shtrirë për të rikthyer doktorin në shinat e parlamentit i zbret socialistët me 0.6% brenda javës në mbështetje. Megjithatë, zbritja është e papërfillshme krahasuar me marzhin e gabimit të sondazhit.
Kurse karambolet e doktorit, nga foltoret në Tiranë tek fjalimet në Strasburg, nga molotovët në shesh tek normalitetin parlament, nga urdhrat për bojkot tek reflektimi për të anuluar vendimet, e rrisin Partinë Demokratike me 0.6%, ose sipas marzhit të gabimit, e lën atë thuajse aty ku ishte një javë më parë. Kritiku i vetëm i vërtet, të cilit i druhet doktori, është Ervin Saliani. Shumica e demokratëve janë skeptik për lëvizjen e tij të foltoreve paralele. 67.4% e tyre besojnë se Saliani fsheh ambicie personale, ndërsa 27.6% se kërkon të ringjallë Partinë Demokratike, por gota shihet edhe gjysmëplot. Sipas sondazhit, Saliani gëzon mbështetjen e 1/3 së votuesve të Partisë Demokratike më 11 maj, thënë me gjuhën e sondazhistëve. Ka me vete një ekstrapolim për 125.000 votash. Shumicën përballë doktorit për momentin nuk e ka, por kjo nuk e tërheq nga nisma. Saliani ka njoftuar foltoren e radhës, të martën në Fier, një koincidencë thumbuese. Aty ai vuajti burgun 10 mujor, siç thot ai për partinë, kurse vetë partia në zgjedhjet e fundit vulosi burgosjen më të thellë elektorale në drejtimin e Gazmend Bardhit, një foltore të martën, jo për të tashmen e Berishës, por për të ardhmen pas tij. Publikohet regjistrimi audio i seancës mbajtur në 20 janar në gjykatën kushtetuese mbi kërkesën e shoqatave të gjyqtarëve për rritje pagash. Në audio dëgjojnë qartë gjyqtarët duke pranuar se e kishin paraqitur çështjen në gjykatë në mars të vitit të shkuar, duke shpresuar që ajo të miratoj larg vëmendjes së qeverisë dhe posaçërisht të kryeministrit të angazhuar në fushat zgjedhore që sapo kishte nisur. Për shkak të defektit teknik, gjykata kushtetuese nuk ka arritur të publikojë me video seancën për kërkesën e gjyqtarëve për të rritur pagat, por audio është bërë publike ku qartësohen edhe pozicionet e gjyqtarëve që kërkojnë rritje të pagave përmes gjykatës kushtetuese. Kërkesa u bë prej 2 shoqatave të gjyqtarëve në muajin mars të 2025-s, me synim që ajo të shqyrtojë, po në atë kohë. Arsyeja lidhet me mosvëmendjen e qeverisë tek gjyqtarët për shkak të kohës së zgjedhjeve që ishin më 11 maj të 2025-s, siç e tregon njëri prej përfaqësuesve në seancën e 20 janarit. Unë jam gjyqtar karriere. Përveç sa jam një qytetar aktiv në shoqëri dhe kuptoj se çfarë bëj, kuptoj nga politika, kuptoj nga jeta shoqërore, nga të gjitha. Kuptoj edhe nga statusi i nivelit të demokracisë apo statusit të zhvillimit të këtij vendi, marrëdhëniet ndërmjet pushteteve. Këtu gjyqtari e lidh argumentin me reagimin dhe përplasjen me kryeministrin. Është paraqitur në fillim të marsit, e kam bërë kërkesën vetë personalisht e kam sjell. Dhe shpresoja që të dilte shumë shpejt kërkesa, që të mos kishte kohë që të merrej të pak pjesën e presionit, sepse gjyqi është gjyq në fundit. Ne nuk bëjmë interesin tonë, gjyqtari sot është, nesër s'është për janë brezat e gjyqtarëve. Çështja u shty dhe faktikisht jemi këtu ku po diskutojmë tani. Që presionin ne nuk kemi dashur të reagojmë dhe ne të zgjuar jemi të presim një moment të përshtatshëm kur përgatiteshin zgjedhjet e tjera që ishin dhe të paktën qeveria nuk do të kishte kohë që të merrej me ne apo me ju dhe ndërkohë si dihet se si dilte rezultati i zgjedhjeve të tjera. Por sipas përfaqësuesve të shoqatave të gjyqtarëve gjatë zgjedhjeve, presioni ndaj kushtetueses do të ishte i ulët për shkak të angazhimit në fushat zgjedhore. Jemi koshient në lidhje me forcën e pushtetit ekzekutiv, nivelin e demokracisë dhe të gjitha gjërat që janë në këtë vend. Kjo është arsyeja nga fillimi deri në fund. Unë munduam të treguash të zgjuar pavarësisht se nuk na dolën llogaritë në atë mënyrë. Pra zgjodhëm atë pikën kur presioni do të ishte më i ulët, por rrethana rastësore nuk rezultoi ti. Në seancë përfaqësuesit e gjyqtarëve argumentuan në vijim se në fakt rritja e pagës së tyre ishte parashikuar të ndodhte, por më pas kuvendi u tërhoq për arsye hakmarrjeje. Kuvendi i kishte parashikuar në buxhetin e vitit 2023 shtesat e pagave të magjistratëve dhe më pas i anulloi si hakmarrje për pranimin e kërkesës së Unionit në vendimin 35/2022 të kësaj gjykate të nderuar. Kërkesa e gjyqtarëve në thelb është një rritje konstante të pagës së tyre sa herë që qeveria vendos rritjen e pagave për administratën. Paga e gjyqtarëve nuk mund të jetë një vlerë fikse dhe që t'i lihet në dorë ekzekutivit apo legjislativit sa herë t'i teket për t'i arritur. Paga e presidentit nga ana tjetër u rrit me 36% në 425.000 lekë. Ndërkohë kjo nuk u reflektua sepse nuk u reflektua dhe ky koeficient i drejt 49 apo 59, pra ne pretendojmë 59 sepse këtë keni thënë ju tek vendimi 35/2022. Shuma totale në buxhet nga rritja e kërkuar e pagës shkon në rreth 37 milion euro. Unë kam sjell dhe disa të dhëna nga raportet e SPAK-ut lidhur me shumën
lidhur me vlerat e konfiskuara në vitet 2023 dhe 2024 vetëm nga gjykatat e posaçme, pa marrë këtu jurisdiksionin e përgjithshëm, që e tejkalojnë atë rritjen prej 37 milion eurosh që parashikon rritja, po themi, të gjithë funksionarëve që preken nëse pranohet padia apo kërkesa e unionit të gjyqtarëve. Gjykata kushtetuese ka shqyrtuar kërkesën më 20 janar, ndërkohë që ende nuk është zbardhur vendimi nëse do i jap apo jo të drejtë gjyqtarëve për rritjen e pagave të tyre. Kryeministri Rama thot se seanca në gjykatën kushtetuese provoi akuzat e tij se ata donin të kalonin rritjen e pagave gjatë fushatës pas kurrizit të qeverisë. Kryeministri thot se rritja e pagave të gjyqtarëve i kushton buxhetit 37 milion euro nga taksat e shqiptarëve dhe ai kërkon nga kushtetuesja të mos i vërë Shqipërisë atë që quan njoll turpi dhe puç të gjykatësve ndaj qeverisë. Pas zbardhjes së seancës së mbajtur në gjykatën kushtetuese, kryeministri Edi Rama kritikoi ashpër argumentat e përdorur nga gjyqtarët për rritje page, të cilat thotë se i kushtojnë buxhetit të shtetit 37 milion euro nga taksat e shqiptarëve. Duke u referuar audio regjistrimit, shefi i qeverisë thotë se argumentat e përdorura në seancë linin për të dëshiruar, duke rikonfirmuar qëndrimin e tij. Kam bërë kërkesën vetë personalisht, thotë ky zotëria, e kam sjellë dhe shpresoja që dilte shumë shpejt kërkesa, që të mos kishte kohë që të merret paktën pjesën e presionit. Domethënë, ky i thot gjykatës që thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë, pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrnim buxhetit shtetit, ti merrnim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Rama thotë se me pagat aktuale, gjyqtarët paguajnë njësoj sa në Greqi, që është vend i Bashkimit Evropian, apo dyfishin e pagave që paguajnë kolegët e tyre në Maqedoninë e Veriut apo Malin e Zi, por sërish nuk mjaftohen, por kërkojnë shtesë mbi pagën me përjashtim të SPAK. Rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit, dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e SPAK-ut, plus BKH-ja, SPAK-u e tjerë. E duhet të në faktu që SPAK-u nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde, dhe kjo i bën respekt. Me kërkesat e tyre, Rama thotë se gjyqtarët po kërkojnë të imponohen parlamentit dhe qeverisë, ndaj një thirrje e ka për gjykatën kushtetuese. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lër këtë njollë të madhe turp të Shqipërisë dhe mos na detyroj të kërkojmë ilaçe të tjera. Në përplasjen për rrogat e gjykatësve mes tyre dhe qeverisë, Edi Rama ka gjetur aleat papritur te Sali Berisha. Ish kryeministri demokrat thotë se ekskluzivitetin e pagave e ka pushteti ekzekutiv, por ai kujton Ramës se ishte ai që në fakt prishi piramidën e pagesave duke i caktuar Altin Dumatnit rrogën prej 7.000 euro. Berisha nuk ka humbur rastin si çdo javë në derën e SPAK të sulmoj gjykatësen Irena Gjoka. Nipi i Ardiani Kulajt, biznesmenit të vrarë në Shëngjin 3 vite më parë, mund të ketë qenë shënjesër e atentatit mbrëmjen e së dielës në Lezhë. 21 vjeçari që ndodhej në dyqan për t'u qethur, dyshohet se është plagosur në këmbë dhe është larguar pas të shtënave me breshëri automatiku. Policia e Lezhës ndaloi punonjësin Besart Kovaçi, pjesë e patrullës së përgjithshme në Policinë Vendore të Lezhës për veprën penale e shpërdorim detyre në lidhje me ngjarjen në Ril, ku mbeti i plagosur berberi Sokol Daci. Sipas informacioneve të marra nga ABC News, Kovaçi ndodhej brenda Berberanës gjatë atentatit dhe qelloi me armën e shërbimit në drejtim të autorëve. Burime pranë policisë së Lezhës bëjnë të ditur se Kovaçi ishte shoqëruar nga Merando Nikulaj, nipi Ardiani Kulajt, i cili dyshohet të ketë qenë shënjestra kryesore e sulmit. Në ambientet e Berberanës,
U gjetën 16 gëzhoja pistolete nga të cilat disa dyshohet se i përkasin armës përdorur nga Kovaçi. Një gëzhoj tjetër që nuk i përket të njëjtës armë të efektivit ka ngritur dyshime për përdorimin e një arme të dytë në këtë shkëmbim zjarri. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë 2 automjete që mbërrin përpara Berberanës, një Audi dhe një Passat. Nga mjetet zbresin 7 persona, 2 me Kalashnikov, por edhe 3 të tjerë që duket se kanë armë zjarri. Në drejtim të Berberanës u qelluan mbi 30 plumba, 3 prej të cilëve plagosën Sokoldacin. Policia dyshon se i plagosur mund të ketë ngelur edhe Merando Nikulaj, pasi e shihet në pamjet filmike duke u larguar me vështirësi. Uniformat blu po kryejnë kontrolle për ta gjetur atë. Policia ka shpallur në kërkim 4 persona të dyshuar për atentatin. Sipas burimeve zyrtare, të dyshuarit janë pjesëtar të fisit Ndoka, ndërsa 3 prej tyre janë identifikuar si Gerardo Ndoka, Eliseo Ndoka dhe Kevin Ndoka. Nga hetimet rezulton se ngjarja dyshohet të ketë lidhje me një konflikt të mëparshëm mes Merando Nikulajt dhe kushëririt të tij me 2 prej të rinjve të fisit Ndoka që janë shpallur në kërkim. Ata akuzohen për veprat penale, vrasje me dashje e mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje të armëve të zjarrit dhe municionit dhe lëndëve shpërthyese. Policia kufitare e Korçës ndaloi 16 emigrantë palishëm të moshës dhe nacionaliteteve të ndryshme, të cilët ishin strehuar në një ndërtesë të braktisur në fshatin Qatrom. Sipas informacioneve paraprake, ata ishin fshehur në një ndërtesë në afërsitë të qesë së fshatit. Gjatë ndërhyrjes së policisë u konstatua se njëri prej tyre kishte probleme shëndetësore pasi kishte ndrydhur këmbën. Atij u dha ndihma e parë mjekësore. Emigrantët u dërguan në drejtorinë e kufirit dhe migracionit në Korçë. Mirë, bashkohet me mua nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë gazetari i njohur Artur Nura. Artur, mirë mbrëma, kënaqësi që jemi bashkë drejt për drejt në ora e fundit. Artur, Partia Demokratike braktisi bojkotin e reformës territoriale pas presionit të Partisë Socialiste, por në fakt edhe pas presionit të vetë besnikëve. Berisha duket se do ulet në tryezën e diskutimeve. Por, çfarë do të thotë e gjitha kjo politikisht? Unë besoj që ka një zhvillim të rëndësishëm aty. Berisha sot në foltorin e tij përpara kryeministrisë, në fakt i kthen shpinën kryeministrisë, kur do të ikë, jo se kur do të hyjë, po tha që zoti Rama është lemerisur nga protesta e fundit kombëtare. Pak lemerisja në këtë rast është krejt normal tjetë ke Partia Demokratike dhe ke zotin Berisha, i cili ne në telenovelën e tij turke të përditshme e dëgjuam që nuk do të bashkonte forcat as në reformën territoriale me narkoshtetin, me narkoqeverinë. Pak a shumë këto ishin shprehje. Por qartazi në Partinë Demokratike kanë filluar të ngrihen zërat, duke i thënë, duke u bërë Berishës pengesë për zgjedhjet e tij individuale, cilët e kanë quar drejt një gremine elektorale, po themi, Partinë Demokratike. Dhe dalja e numrit 2 të Partisë Demokratike, formalisht zotit deputetit të Elbasanit, një nga, po themi, protagonistët historikë të Partisë Demokratike, është një shenjë që zoti Berisha nuk komandon më në mënyrën e tij të vjetër, por ka zëra cilat po i thonë që shiko, kjo vendimarrje, kjo strategji që po ndjek, po na çon në një dështim të plot. Artur, mendoni ju se me bojkot? Mendoni ju se me këtë lëvizje të fundit po lëkunden, le të themi, pozitat e Berishës brenda Partisë Demokratike? Po qartë, këtë po shpjegoj që janë lëkundur pozitat e nuk komandon më, njerëzit kanë filluar t'i dalin, besoj në mënyrë soft të but, po t'i thonë që shiko, nuk duhet vendosur kështu, por duhet vendosur në këtë formë. Se kështu nuk do ta mbështes asnjëri dhe as ndërkombëtarët. Në fakt, me ndërkombëtarët mjafton të sjellin në vëmendjen tuaj dhe teleshikuesve ndërhyrjen e fundit zotit Berisha në Strasburg, mos gaboj, ku ju hoq fjala sepse telenovelat turke nuk shkojnë në Strasburg. Shkojnë ke Partia Demokratike dhe ke disa kanale televizive, që atje nuk shkojnë më. Pra janë tronditur themelet e, po themi, politikanit i cili ka dominuar Partinë Demokratike në mënyrë të pa diskutueshme. Kjo ka ndryshuar. Nga sot e mbrapa, ne do të kemi një zhvillim të ri në Partinë Demokratike,
dhe besoj që do ketë më shumë hapësirë dhe për zotin Saljanji, sepse disa nga deputetët do të shohin që me Berishën nuk shkojnë askund, me Saljanjin shkojnë dikund. Nuk po themi pushtet më përra, po shkojnë dikund. Në fakt, duke u bazuar edhe në sondazhin e fundit të publikuar vetëm pak minuta më parë këtu në ABC News, shqiptarët duket se janë pro reformës territoriale, 77.1% e të anketuarve në sondazhin e ABC News mendojnë se pjesëmarrja e opozitës do të sjellë një art më të qëndrueshme dhe gjithashtu do të japë edhe procesit më tepër seriozitet. Por gjithashtu në një tjetër sondazh duket se shumica e demokratëve janë skeptik ndaj foltores së Saljanit, por megjithatë rreth 1/3 e të anketuarve e mbështesin atë. Po, nuk pritet se Saljani nuk pret që ta mbështesin të gjithë të berishistët me njëherë. Po, demokratët, ata që janë votues të Partisë Demokratike dhe unë shpresoj që kjo lëvizje modeste por të bëhet serioze dhe të ndryshojë, të dominojë Partinë Demokratike. Kurse për reformën territoriale, e them edhe një herë që elektorati edhe i Partisë Demokratike është 3 hapa përpara zotit Berisha dhe 2 hapa përpara deputetëve të Partisë Demokratike dhe drejtuesve të saj, kryesia e vogël sa zotria, kështu që në një farë mënyre njerëzit janë disa hapa përpara dhe në fakt janë më shumë se disa hapa përderisa shkojnë pak në foltorin e zotit Berisha dhe shkojnë diçka më shumë në organizimet e protestave kombëtare që bën Partia Demokratike me zotin Berisha. Por Saljani duhet pritur, unë besoj që është vetëm alternativë më shprehëzënse në Partinë Demokratike, po vjen edhe një frymë e re me faktin që zoti Berisha, pavarësisht se doli publikisht dhe tha nuk do të futemi në Komisionin e Reformës Territoriale, tashmë ne kemi kthimin e tyre, kemi një mposhtje të zotit Berisha, që Partia Demokratike i afrohet më shumë mbështetësve të saj, që në sondazhin e zotit Zanoshnjë dhe të ABC Newsit janë qartazi në përqindje në favor të saj. Dhe kur flasim për reformën territoriale, flasim për politikën administrative, për shërbimet që i ofrojnë qytetarëve, për nevojat që duhet i zgjidhen atyre. Dhe nuk flasim për politikën e madhe, cilën qytetari e kap larg, nuk i shkon afër. Kështu që me Berishën Partia Demokratike është gjithmonë mbrapa, e limiton atë në zhvillimet e saj. Ne shpresojmë ketë edhe zhvillimet të tjera më domethënëse që zoti Berisha të mos komandoj, por të tregojë të demokrat, siç ka me emrin partia. Ju përmendët protestat ndërkombëtare dhe në fakt një e tillë është thirrur nga Berisha në datën 10 shkurt që përkon në fakt edhe me javën e Shën Valentinit dhe Berisha tha se do jetë një protestë, le të themi, edhe prospak. Por nga ana tjetër duket si një romancë e re e doktorit me spak. Pse? Ajo që mund të them e para, askush nuk e beson të romancën e zotit Berisha me të uryerin e tij të patjetërsueshëm. Mjafton ta shohësh kur del nga spaku, mjafton ta shohësh kur flet për Altin Dumanin, mjafton ta shohësh se sa gjatë mban dhe nuk le gazetarët të bëjnë pyetje, po do që të thotë të nxjerrë gjithë mllefin e tij, kështu që romancë e zotit Berisha sentimentale nuk ka. Të shtiru, besoj që po kjo gjë nuk ka asnjë vlerë, sepse edhe kur zoti Berisha i kërkon kundërshtarëve të tij politik, Partisë Socialiste në pushtet, kur i flet për çështjet e korrupsionit, kur i flet për çështjet e spakut dhe proceset ndaj tyre, askush nuk e dëgjon, sepse është si një gjel që nuk këndon në mëngjes, po këndon në darkë. Në darkë nuk nevojitet gjeli. Artur, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Berisha ka paralajmëruar një ngujim në shesh, por dikush do pyeste që kush do ngujohet me Berishën në shesh, kur edhe grupi i vet demokrat apo besnikët e tij nga lëvizjet e fundit duket se po e braktisin. Unë besoj që kjo e sheshit është në të njëjtën konferencë shtypi apo telenovel turke, kur u tha që nuk do të bashkëpunojmë me Komisionin për reformën territoriale. Kështu që do të jetë i njëjti zhvillim edhe për protesta do të jetë si ajo e fundit. Por do ndryshojë ngujimin.
Po, nuk besoj që do të kemi ngujim, po mund të ketë ngujim si ai i zotit Adriatik Lapaj, që askush nuk i bëjnë, do të thënë, i bëjnë vetes fresk, askujt tjetër, edhe mund tjetë edhe një gjë e tillë, po që nuk do sjellin ndryshime. Adriatik Lapaj gjithmonë e merr karrigen me vete, po Berisha nuk e di çfarë do marrë. Po ka thashë theme, nuk e di sa të vërteta janë, nuk e kam pyetur personalisht zotin Lapaj, sikur do ketë një lloj sinkronizime me Partinë Demokratike, që sigurisht ata që i kanë votuar zotin Lapaj nuk e kanë votuar që të kthehet ke Partia Demokratike, po e kanë votuar për të patur forca të reja politike. Po edhe mund të ndodhi dhe kjo dhe bëhen dy karike aty, edhe i bëjnë presk njëri tjetër, se më shumë sipas meje për gjasat nuk janë, që nuk është pozitive, sepse ky pushtet po është në vitin e 14, nuk është se i mungojnë problemet, po me fresk atë gjë nuk i bën. Artur Nura, faleminderit, kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit. Dhe abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen vetëm pas pak me Pas Mesnate. Ju ftoj ta ndiqni.